Pallati i dytë i banesave sociale në zonën e ish frigoriferit në qytetin e Vlorës ende nuk ka përfunduar. Afati i përfundimit të punimeve ishte në dhjetor të vitit 2024, por në fakt jemi një vit më pas dhe ky pallat ende nuk është bërë gati për të dorëzuar tek familjet në nevojë. Firma zbatuese i braktisë punimet pas nisjes së tyre, ndërkohë që vetëm pak kohë më parë punimet rinisën sërish me shpresën se ato do të përfundonin. Blu Televizion e ka ripërsëritur disa herë dhe ka bërë të qartë problematikën që ekziston në pallatin e dytë të banesave sociale, por me sa duket, familjet të cilat presin të strehohet do të duhet ende të qëndrojnë në pritje për të strehuar në këtë pallat. Ndërkohë që data sot shënon 2 dhjetor 2025 dhe në pallat nuk ka asnjë punonjës, por asnjë makineri të firmës zbatuese për të bërë të mundur që punimet të esin dhe të përfundonin, dhe për të bërë të mundur më pas edhe strehimin e familjeve të cilat duhet të vendosen në këtë pallat. Pallati i dytë i banesave sociale në zonën e ish frigoriferit ende i pa përfunduar. Punimet në këtë objekt duhet të ishin mbyllur qysh në fund të vitit 2024, por tashmë një vit më pas, pallati ende nuk është gati për të dorëzuar e për të strehuar familjet që përfitojnë, si dhe ata që janë ende në pritje. Blu Televizion e ka përcjell sërish këtë problematik, ndërsa edhe pse data shënon 2 dhjetor, në pallatin në fjalë nuk ka asnjë punonjës apo mjet të firmës që duhej jo vetëm të vijonte punimet, por madje t'i kishte përfunduar ato. Punimet në këtë objekt u pezulluan nga firma zbatuese vetëm disa muaj pas nisjes së tyre për shkak të një konflikti mes entit të banesave dhe vetë firmës e lidhur kjo kryesisht me rritjen e çmimeve të materialeve të ndërtimit. Por kur u duk se u gjet një zgjidhje dhe punimet rinisën, u mendua se pallati shumë shpejt do të ishte gati. Por në fakt ka ndodhe kundërta. Firma zbatuese i ka braktisur punimet, ndërsa nuk dihet ende dhe nuk ka asnjë afat se kur objekti do të jetë gati dhe i përfunduar. Deri atëherë, familjet që presin të strehohen në këtë objekt do të vijojnë ende të presin, ndërsa përfundimi i punimeve të pallatit të dytë të banesave sociale i ka kaluar disa herë afatet e vendosura.